Gjatë filmimit Pranurës së Bunës, rastësisht takuam këtë grup qytetarësh nga Kroacia, të cilët janë në udhëtim për në Kosovë. Ata nisën udhëtimin në këmbë nga Voçini i Kroacisë para 22 ditëve dhe do të arrijnë po në këmbë në Letnicë të Kosovës për festën e kreshmeve, shpjegon Çesko Matic, i cili flet në shqip. Na shkojna në Letnicë, ka ana Moraves, Gjilan ose Ferizaj, është një qytet pak më të madhe. Edhe Letnica është një fshati i komunës Vitijës në Kosovë. Na jena nis pi Kroacijës një fshat ka Virovitica, është Voçin. Voçin ka një festa të madhe për zoja të madhe. Na jena katolik, me 15 gusht ka një fest të madhe. Edhe në Letnicë, u kanë para 90 vitave, u kanë gati 5.000 kroatë në Kosovë. Po, edhe u kanë edhe atje, edhe qëtash ka festat madhe, 15 gusht zoja madhe. Na qëtash shkojna sebe për qitë mujdit për neve është krishmi. E tani, si ka menu Krishti, ka menu për neve, tani edhe na du të me pak respekt për Krishti edhe për zoja, tani shkojna në kam. Nga Kroacia në Kosovë, udhëtojnë në këmbë rreth 1200 kilometra. Gati 1200. Gati 1200, edhe na kena plan që njerën jena post plan me ardë me 13 prill, ama që tash jena bo si na thojna jena jep gas, edhe kena plan me 4 prill ose 5 me kanë Letnicë. Ndërsa një tjetër pjesëtar i këtij grupi, Kristo Matic, thotë se sapo të hynë në Kosovë do të dalin edhe besimtarët musliman dhe do t'i presin për të udhëtuar bashkë në Letnicë. Pa očekujem prisustvo Isusa Krista s nama na ovom putu. A e tha, veç një mrekulishme për Krishti edhe për zojat madhe, edhe tani na shkojnë atje si për viti jubilej, edhe ata kena për shembull shumë musë di ata shka prit neve, tha super, edhe një me than vjen sot pi Kosove një musliman me neve ecë në kam deri Letnica, gati 350 km. Çesko Matic shpjegon sa i përket komunitetit kroat prej mira vetësh që kanë jetuar në Kosovë deri në vitin 1990, por që u detyruan të alojnë Kosovën dhe të kthehen në Kroaci për shkak të luftës që i parapriu shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Megjithatë, pavarësisht se kanë kaluar 35 vjet nga ajo kohë, ata i kanë ruajtur lidhjet me kosovarët.